إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Me të vërtet lavdërimet dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut. Ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Tash jemi në fund të vitit dhe shumica e të pasurve, shumica e tregtarëve, shumica e biznesmenave që tash ja qesin lapsin sa kanë fituar dhe sa kanë humb. Ja qesin lapsin se sa kanë fituar pasuni. E për pasurinë e fituar që arrin sasinë e nisabit, atëherë obligohet edhe zakati. Dihet se zakati është kusht prej kushteve të Islamit. Prej 5 kushteve të Islamit është dhënia e zakatit. Me nda diçka prej pasurisë tone, me da një pasuri të caktuar prej pasurisë tone për personat në nevojë, për personat dhe për kategoritë të cilët Allahu subhanahu wa taala ja ka caktuar që atyre mja u dhan zakatin. Pasi që pejgamberi alayhis salam shkoi në mëshirën e Allahut dhe vdiq, në kohën e Ebu Bekrit radiallahu anhu, nisën disa prej muslimanëve mu lazdrua edhe mos me dhanë zakatin. Ebu Bekri radiallahu anhu dërgoi ushtri të ata persona që mja u marrë zakatin. Edhe ka thënë Ebu Bekri radiallahu anhu, do t'i luftoj ata të cilët bëjnë dallim në mes të namazit dhe zakatit. Pra namazit dhe zakati të dyja janë kushte prej kushteve të Islamit, janë themele prej themeleve të Islamit. Andaj, çdo kush duhet mi kry këto obligime, që ka obligim dihet, namazin e ka obligim çdo kush, çdo musliman, ndërsa zakatin e ka obligim vetëm ai I cili është I pasur dhe arrin pasurinë e caktuar, arrin nisabin për me dhënë zakatin. Nisabi për me dhënë zakatin është 91.6 gram ari. Pra kush I ka mas pakti 91.6 gram ari, ose ka pare, ka pasurin këtë vlerë, ose edhe më shumë, atëherë obligohet me dhënë zakatin. Obligohet me pastru pasurinë, pasurinë për indycirës, se ajo pasuri e cila nuk është e pastruar me zakat, ajo pasuri është e ndyt, dhe ajo pasuri është e keqe, që ty të bandam edhe në këtë botë, të bandam edhe në botën tjetër. Ka ardhur në hadith të pejgamberit alayhis salam, ku ka thënë Muhamedi alayhis salam, atij që Allahu I ka dhënë pasuri dhe nuk e jep zakatin, ajo do t'i shndrohet në ditën e Kiametit në një gjarë për helmues me dy gjuhë, që e mbërthen nga goja dhe I thot, unë jam pasuria jote, unë jam thesari jot. Edhe më pas pejgamberi alayhis salam e lexoi ajetin kuranor ku Allahu thot, ata që bëhen koprac me të mira që u ka dhënë Allahu,
kurse si të mos mendojnë se kjo është mirë për ata. Jo, thot. Kjo është më keq për ata. Ajo që e kanë grumbulluar do të ngarkohet atyre në qafën ditën e kiametit. E Allahut është tashërimia e qiejve dhe e tokës, dhe Allahu e di mirë se ç'punoni jo. Ajo pasoni të cilën ti e ke mbledh, e ke tubu dhe nuk e ke dhënë zakatin. Ajo në qafë ka më të bu në ditën e kiametit. Ajo ka më konë shërë për ty, jo hajrë asnjëherë. Prandaj më hajrit dhe e më e mira për çdo të pasën është me dhënë zakatin dhe me pastru pasurinë. Se kështu i ndihmon edhe personave të tjerë të cilët janë në nevojë, e pastron pasurinë tone, ja shton bereqetin pasurisë tone, e shton lumturinë tone, se në çdo vepër të cilën na e bajna të mirë, për çdo obligim të cilën na e kryjna për çdo farsë, ne jemi na shtot lumturia, na shtojnë sevapët, na shtot gëzimi dhe hareja, dhe kina jetë më të lumtur, gjithashtu e fitojnë edhe botën tjetër, e fitojnë edhe xhenetin. Ka ardhur në ajet kuranor, në surën Taube, ata që grumbullojnë ari dhe argjent, ata të cilët të bojnë pasoni, të bojnë pare, të bojnë të holla, dhe nuk e shpenzojnë për hir të Allahut, nuk japin, janë të shtrëngut. Thot, paralajmëroj me dënim të dhëmshëm. Pra dënim të dhëmshëm, dënim shumë të madh kanë ata persona të cilët të bojnë pasoni, mbledhin pasoni kur je puna me dhon, janë të shtrëngut. Kjo nuk është cilësi e muslimanëve të mirë. Kjo nuk është cilësi e muslimanëve të devotshëm, se muslimani mirë dhe muslimani devotshëm, ku ka nevojë, ai është i pari i cili qohet me dhon, ai është i pari i cili qohet me ndihmu. Kështu e ka muslimani edhe dorështrëngut, nuk shkon kjo. Qoftë ajo te hoxha, qoftë te xhamati, qoftë çdo musliman, te çdo person, nuk i ka hije muslimanit më ka dorështrëngut. Nuk i ka hije muslimanit me të bu pasoni, me të bu të holla dhe mos me dhënë zakatin, mos me krij obligimet të cilën na ka obligu Allahu subhanahu wa taala si musliman që të pasën. Thot, ata të cilët të bojnë ari dhe argjend dhe nuk e shpenzojnë, paralajmëroj me dënim të dhëmshëm. Do të vi dita kur thesaret e mbledhura, do të vi dita kur atë parë të cilën ti e ke mbledh, atë ari, atë argjend, do të digje në zjarmin e xhenemit dhe me to do të damposet balli, anët, shpina e tyre, e do të thuat kjo është ajo që e keni grumbulluar për veten. Pra shijojeni atë të cilën e keni grumbulluar. Shijojeni tash pasurinë tuaj. Shijoni tash hollat e juaja. Shijojeni tash arin dhe argjendin, pasurinë të cilën e keni tubu. Në botën tjetër më dihet se nuk të ban dobi. As pasunia, as fëmijët, as ari dhe as argjendi. Kur gjamati nuk të ban dobi përveç veprave të mira. Kur gjati nuk ban dobi përveç ato obligimet të cilët ti e ke kry. Kur gjati nuk ban dobi përveç ati namazit të cilën e ke fal, ati agjerimit të cilën e ke agjeru, ati zekati që ti e ke dhon, ati haxhi që ti e ke kry dhe ke shku nëse ke mundësi. Vetëm veprat e mira kanë na bë dobi në botën tjetër, në ditën e gjykimit. Ndërsa pasunia të cilën e kemi pas, e kemi harxhuar këtë botë, nuk ka kuni far dobije në krahasim me botën tjetër, në krahasim me veprat e mira. Përcillet nga pejgamberi alayhis salam që ka thonë se çdo njeri që zotron ari dhe argjend dhe nuk ja jep hakun e tyre, atij në ditën e gjykimit do t'i vishin pllaka prej zjarri, pllaka të nxehta prej zjarri, të përvëluara në zjarmin e xhenemit. E me to do t'i digjen anët, kam ju balli do t'i digjet edhe shpina e tij, do t'i digjet edhe trupi i tij. Sa herë që të ftohen do t'i rivihen të nxehta dhe kjo do të ndodhë çdo ditë. Pa mendo, për ata persona të cilët nuk e japin zakatin, grumbullojnë pasuri, grumbullojnë dhe nuk e pastrojnë pasurinë, kanë ju vënë pllaka të nxehta të përvoluara në zjarmin e xhenemit. E sa herë që ftohen kanë ju nxehtë prap. Kjo është gjendja atyre të cilët nuk japin për hir të Allahut. Kjo është gjendja atyre të cilët nuk e japin zakatin, nuk e pastrojnë pasurinë. Allahu na ka treguar në Kur'an se kujt na do të mja dhon zakatin, kujt na i takon zakati, se jo çdo kujt na i takon zakati. Jo çdo kujt na i takon zakati. Allahu ka përmendur në surën Taube, në ajetin 60, ku Allahu thot: "Lemosha e zakatit është për të varfërit,
është për nevojtarët, për ata që janë të ngarkuar me mbledhjen dhe administrimin e tina, atyre që u duhen përfituar zemrat, për lirimin e skllëvërve, për të rënduarit nga borxhet, për luftëtarët në rrugt të Allahut dhe për udhëtarët e mbetur rrugëve. Këto janë 8 kategori të cilët Allahu na ka obliguar që m'ja u dhaun zekatin, m'ja u distributu zekatin. Pra përveç këtyre 8 kategorive, nuk lejo që dikujt tjetër m'ja dhaun zekatin. Çdo njeri i cili është në nevojë, sipas mëdhëbet e Ebu Hanifës është çdo kush që nuk e arrin sasinë e nisabit, po nuk e arrin atë 91.6 gram are, apo pasurinë leftën e saj, nëse nuk e ka këtë pasurinë lejohet me dhënë zekatin. Edhe pse ka mendime të ndryshme. Mirë po, e jona është që na mi kushton rëndësi të madhe kësaj pune. Për ata të cilët nuk e din, kanë pasuni dhe nuk e din, m'ja u kallzu rëndësinë e zekatit. M'ja u kallzu rëndësinë e kësaj shtylle të Islamit, e këtij stubit të Islamit, se ka rëndësi të madhe, që ndoshta ndonjë të pasuri nuk i do për të vërgja. Mirë po, kur ta jape zekatin për fukaran, për nevojtarin në sen shumë i madh. Për të pasurin, kur gjë nuk është me dhënë 2.5% të pasunisë. Ajo është një shumë e vogël. Ndërsa për të pasurin është shumë, se i ndihmon me hangër me pi, i ndihmon për nevojat elementare jetësore. Ndërsa për të pasurin sa kur gjë. Për të pasurin është marrë mos me dhënë zekatin. Marrë është mos me dhënë zekatin. Prej 100% të pasunisë me dhënë vetëm 2.5%. Para më sa shumë e vogël është. Mirë po ka akoma për njerëzve, prej të pasurve që nuk e japin zekatin. Mendojnë se me qatë 2.5% kanë mu bot milionera, kanë me arrit kulmin. Ndërsa ato me mos dhënje, vetëm se e ulin vetën e tyre, e ulin pasurinë e tyre, e ulin bereqetin e tyre. Prandaj shumë prej të pasurve s'kan bereqet. Pse? Se nuk e japin zekatin. Se ka dikush është i pasur, po s'ka bereqet në pasurinë e tina, në familjen e tina, fëmijët e tina, në shtëpinë e tina. Pra bereqeti, zbritja e mëshirës së Allahut, zbritja e mirësisë prej Allahut vjen vetëm kur na e japim zekatin, vetëm na kur e falim namazin, vetëm na kur agjërojmë Ramazanin, vetëm na kur shkojmë në haxh nëse kena mundësi, vetëm kur na bojna vepra të mira, kështu na vjen lumturia. Elus Allahun e madhruar që më na udhëzon në rrugën e drejtë. Elus Allahun e madhruar mi udhëzu të pasurit që më dhan zekatin dhe mi u ndihmu nevojtarëve. Elus Allahun e madhruar me na fal me faljen e tij të madhe, me na mëshiru me mëshirën e tij të madhe. Elus Allahun e madhruar me na bë prej banorëve të xhenetit Firdaus. Elus Allahun e madhruar me na mbrojt prej zjarmit të xhenemit, me na mbrojt prej çdo fjale, prej çdo vepre që na çon në zjarm të xhenemit. Elus Allahun e madhruar me na ndriçon natën e varrit, me na lehtësu urrën e siratit dhe elus Allahun e madhruar me na tubu në xhenet. Qashtu që na ka tubu në këtë vend. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.